Në Selamis, unë e përgëzoj shkriptarin Faik Sadiko për këtë punë mrekullueshme që ka bë, që përkujton figurat, emrat e mëdhenj të vllaznisë, që Selamidani, i cili kush e ka përjetuar atë kohë, besoj se e din vlerat e tij fantastike që ka pasur si futbollist dhe si emër i madh. Klubi vazhdimisht mundohet me i përkujtu këta figura, sepse këta janë ADN-ja e vllaznisë. Janë identiteti i vllaznisë. Vllaznia është e përhershme, ne na të përkohshëm, na kena për detyrë me dhënë maksimumin. Kështu që përgëzoj shkrimtarin Faik Sadiko dhe ju uroj jetë gjatë Selamidanit. Inshallah kena sa më shumë pranë nesh. Faleminderit për respektin. Gjithashtu edhe ditën e dile na kena planifikuar, me qenë se përkon edhe me 107 vjetorin e klubit, kena planifikuar me këtë ditëlinje me bë një event që ta përkujtojmë gjithë bashkë, është detyrë e gjithë secili çdo shkodranit që e njeh vetin till, përkujtojmë vllaznin, ta i bëjnë thirrje gjithë sportazhëve, anë mban, jo vetëm Shkodër, por edhe gjithandaj institucioneve, politikës, figurave, veteranëve të cilët i kemi ftuar në tribunën kryesore, që të jenë sa më shumë pjesëmarrës ditën e dile, ta përkujtojmë vllaznin, do ketë një surprizë, një shfaqje e bukur. Dhe gjithashtu të mbështesin ekipin drejt objektive për titull kampion.